Sa i përket shtrirjes së rrjetit brezgjer, përmes projektit Kodi, i cili është implementuar prej Ministrisë të Ekonomisë dhe financohet prej Bankës Botërore, është mundësuar shtrirja e infrastrukturës rrjetit brezgjer në tërë vendbanimet e Kosovës. Sipas statistikave tremujorit të 4 vitit 2024, sipas RKEP-s, Autoriteti Rregullatori i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, lidhjet fikse brezgjer në ekonomitë familjare ka arrit mbi 107%. Gjithashtu qasja në lidhje fikse brezgjer për 100 banor ka qenë 21.5 kyçe. Nuk është shumë më ulë se rajonit, sepse edhe rajoni kishte përafërsisht 28.7 kyçe për 100 banor. Kyçja brezgjer mobile, domethënë nëpërmjet rrjetit 3G dhe 4G, Kosova ka qëndruar në 88.5 kyçe për 100 banor, ndërsa siç shihet domethënë numri më i ulët qëndron tek Bosnia dhe ndërsa më të lartën Serbia ka pas. Një fushë tjetër është zhvillimi i prokurimit elektronik. Agenda digjitale e Ballkanit Perëndimor ka paraqo zhvillimin e platformave të prokurimit elektronik dhe parafrimin e direktivave me direktivat e BE-s që lidhen me prokurimin. Platforma e prokurimit ka filluar më zhvillu sipas raporteve në 2014 dhe u bë funksionale 2016, ndërsa prej vitit 2021 shumica e procesit prokurus, apo 99%, ka vazhduar nëpërmjet kësaj platforme. Duhet me thekë që të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë pas në vend, domethënë të zhvilluar me platformat e tyre të e-prokurimit, edhe njëra prej masave, qysh e thash më herët, ka qenë parafrimi me direktivat e BE-s, po Kosova e ka parafru pjesëshëm me direktivën e BE-s, pasi që pritet miratimi i ligjit të ri për prokurimin, i cili ka me adresu sfidat që janë dalë gjatë shfrytëzimit të platformës prokurimi dhe detaje tjera. Gjithashtu në nivel rajoni disa prej vendeve kanë pas të parafrume në nivele të ndryshme legjislacionin e tyre me direktivat e BE-s për prokurimin, por jo të gjitha kanë qenë domethënë në mënyrë të plotë. Shëndetësia elektronike. Kosova, siç e dimë, ende nuk e ka një sistem të plotë dhe funksional mirëfill të sistemit të informimit shëndetësor. Vazhdimi i digitalizimit shëndetësisë është paraqo përmes rivitalizimit këtij sistemi i adresuar me strategjinë e re sektoriale të shëndetësisë 2023-2030. Është hartuar një plan i fizibilitetit i cili ka evidentuar mënyrat e rifunksionalizimit të sistemit, edhe është hartuar plani strategjik për zhvillimin e sistemit të informimit shëndetësor, ku janë theksuar plane të ardhshme 6 vjeçare për me zgjeru dhe konsolidu rrjetin aktual të SISH-it. Në agendën digjitale të Ballkanit Perëndimor përmendet edhe një iniciativë e cila është rrjeti shëndetësor i Bashkimit Evropian, por njëra prej kritereve për mu antarësuar këtë rrjet është me qenë vend antar për Bashkimin Evropian dhe gjithashtu me pas në vend apo të zhvilluar sistemin e informimit shëndetësor. Domethënë këtë aspekt është pak më rrofa. Identiteti dhe nënshkrimi elektronik, një fushë tjetër është zhvillimi i platformës identitetit elektronik, një platformë integruar e cila ka më mundësuar gjithë qytetarëve domethënë me pas nënshkrimin e tyre digjitale dhe dokumentet edhe shërbimet e tjera me qenë të autentifikuar në mënyrë unike për secilin person. Në Kosovë u miratu ligji për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuame, edhe ky ligj është në linjë apo i parafruar me rregullorën e BE-s për identitetin elektronik. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor gjithashtu janë duke parafru apo veç e kanë parafru aspektet legjislative të tyre me direktivat e BE-s për identitetin elektronik. Platforma EID, platforma kombëtare e Kosovës për identitet elektronik, është njëri prej objektivave të rëndësishëm që është i cekur në agendën digjitale 2030 Kosovës për mu zhvillu platforma dhe me pas një numër të mjaftueshëm të përdoruesve. Zhvillimi i platformës është evidentuar që është në fazën finale, sipas të dhënave,
dhe funksionalizimi I platformës është testu gjatë vitit 2024. Pritet mu funksionalizu kjo platformë gjatë këtij viti. Gjithashtu nivel rajonet, të gjitha shtetet kanë pasur të zhvillume apo kanë qenë në proces të zhvillimit të platformës I IDs, përveç Bosnës për shkak të specifikave të saj, nuk ka pasur në vend një platformë të tillë, ndërsa Maqedonia e Veriut është këshilluar që domethënë me pas platformën pa kosto edhe për qytetarët e tjerë. Ekosistemi I inovacioneve dhe shkallësive digjitale, dokumentet e ndryshme strategjike dhe sektoriale kanë përmend rëndësinë e zhvillimit të aftësive digjitale edhe tek administrata publike, por edhe tek studentët dhe stafi akademik. Disa pi programeve të rritjes së shkallësive digjitale që I kemi evidentu, ka qenë projekti KOD, I cili nëpërmjet programit ju janë shkallësu rreth 2000 të rinj në ICT, gjithashtu nëpërmjet projektit ICT for Kosovo apo mbështetja e TIK-ut për Kosovën janë trajnuar mbi 2100 individ në marrjen e shkallësive digjitale duke përfshi gjuhë programuese, big data, cloud e tjerë. Gjithashtu një projekt që ka fillu vitin 2025 I evidentum rruga inovacionit digital për Kosovën, ka syne ngritjen e ekosistemit digital përmes shkallësive digjitale. Ky grafikon paraqet numrin e të diplomuarve në ICT krahas numrit të përgjithshëm të diplomuarve, domethënë është si përpjesëtim me numrin e përgjithshëm të diplomuarve. Pavarësisht progresit që Kosova ka bërë domethënë këto vitet e fundit, prapë mbetet me ulse mesatare se rajoni dhe po është një rritje pi 4.6% në 6.9%. Të dhënat janë të agjensive të statistikave të vendeve përkatëse, gjithashtu edhe për Kosovën vlen e njëjta. Këto është njëna pi pasqyreve të evidentimit të jo të progresit, po të shkallësive digjitale sa I përket edhe diplomimit. Ekosistemi inovacioneve, Kosova për viti 2024 merr pjesë në programin Evropa Digitale, një program mjaft ambicioz që ka me siguru qasje në mekanizma financues për teknologji të reja si inteligjenca artificiale, siguria kibernetike, big data e tjerë. Ndërsa vitin 2021, simas raportit të RCC-s, kanë qenë të vetë identifikuar me 5 qendrat si qendrat të inovacionit digital. Njëna pi objektivave të ndryshme që është I cekur në agjendën digjitale të Kosovës është edhe hapja e qendrave të inovacionit digital. Ndërsa ITP Prizreni është I njohur edhe si një qendër I inovacionit digital evropian. Përdorimi I teknologjive të reja në agjendën digjitale të Kosovës 2030 është domethënë target edhe digitalizimi I ndërmarrjeve apo konkretisht numri përqindja e adoptimit të teknologjive të reja si cloud, inteligjenca artificiale, big data. Edhe pse mungojnë dhëna zyrtare publike të cilat nuk kemi mujt mi gjetë, simas raportit të barometrit biznesit PRCC-s, një numër mjaft I ulët I ndërmarrjeve apo respondentëve janë shpreh që përdorin inteligjencën artificiale. Sa I përket inteligjencës artificiale, përqindja pothuajse e njëjtë është edhe në rajon apo më ul 2%, ndërsa 5% ka qenë për sistemet cloud. Siguria kibernetike, fusha e fundit që kemi evidentu, Kosova e ka miratu ligjin e saj për siguri kibernetike. Ky ligj është në përputhje me direktivën e BE-s për sigurinë kibernetike, por direktiva e re e BE-s 22 është domethënë është zhvillu dhe janë disa është domethënë një këshill e cila do të për më vazhdu matutje për afrime edhe me direktivën e re të BE-s.
Nivel rajone, gjitha vendet është evidentuar që kanë pas legjislacionin e tyre të sigurisë kibernetike të parafruar me direktivat e BE-s përveç e Bosnës. Strategjia ka mirat për strategjive të sigurisë kibernetike, vitin 2023, Kosova ka miratu strategjin për siguri kibernetike, ku janë vendos objektiva konkret lidhje me zhvillimet e infrastrukturës, mbrojtjen e saj dhe aftësimin e shkallësive të sigurisë kibernetike tek specialistët dhe vendësimin tek popullata. Edhe në agjendën digjitale, po ashtu Kosovës janë integru ka objektiva që lidhen me sigurinë kibernetike. Sa i përket njëna prej masave ka qenë në agjendën digjitale të Ballkanit Perëndimor edhe themelimi i Agjencisë për Siguri Kibernetike. Kosova me ligjin e saj të sigurisë kibernetike veç e ka themelu Agjencinë për Siguri Kibernetike, ndërsa sa i përket organeve që monitorojnë rrezikët kibernetike, Kosova e ka në funksionin qendrën kombëtare për siguri kibernetike, e cila funksionon në kuadër të RKI-s. Gjithashtu, në nivel rajonal, gjitha shtetet e kanë pas themelu me qendrën kombëtare për siguri kibernetike. Rjeti GANT është domethënë rjeti i gjeri i panevropian i cili është domethënë i lidh rjetet e shteteve përkatëse me të tyre shkencore dhe njëri prej objektiva në agjendën digjitale të Ballkanit Perëndimor ka qenë antarësimi në këtë rjet. Vitin 2022 Kosova e ka themelu edhe ka funksionalizuar rjetën e saj të hulumtimit dhe për edukim kren, edhe ndërsa pa kohë pas funksionalizimit të rjetit, Kosova u bë antare e rjetit evropian të hulumtimit dhe të edukimit. Progresi është evident. Dy gjana mendoj që duhen me u bë më shumë. Njëna ka të bëjë me informimin, vi prej industrisë. Shpesh na ndodh që na duhet me i eksploru vetë mundësitë që janë kriju, sepse nuk ka informacion të mjaftueshëm qoftë për qytetarë, qoftë për bizneset, për mundësitë që janë kriju. Kosova e ka aprovu reformën e agjendave, edhe e kisha rekomandu që ju si organizatat shoqërisë civile me u fokusu pak edhe punën që është duke bëu qeveria në atë aspekt. Digitalizimi është pjesë shumë e rëndësishme e agjendës së reformave të Kosovës. Për afrimi i legjislacionit është pjesë integrale, domethënë përmendet Gigabit Act, cilën e ka target qeveria e Kosovës që ta parafroj me këtë legjislacion deri në fund këtij vitit. Dashtë vitit 2021 për me ardhur më fillu disa procese që më përdor e-Kosova. Në fakt e ka shpejtu pandemia, sepse dyshoj që mos i shkon pandemia prap, ndoshta i shkon situata pak ma jo e favorshme, në kuptimin sepse gjithmonë ka qenë ajo barriera e shërbimeve elektronike sa qytetarët janë të gatshëm i përdor këto shërbime elektronike e kështu me radhë. Po për neve është më rëndësi, domethënë dy gjëra ky raport po kërkon me të shohim emigrimin, edhe dy cilësinë e studimeve universitare. Domethënë cilësia e studimeve universitare nuk është atraktive për të rinj. Ata preferojnë me kryer një kurs shpejt, me hinë punë shpejt. Një vëmendje më të madhe në sigurinë kibernetike në veçanti në parafrimin e legjislacionit tonë me direktivat e reja të Bashkimit Evropian, që është shumë e rëndësi. Edhe tjetra është që e përmendi mentori punën e inteligjencës artificiale, edhe ndoshta mos më u frigu, po me embrace, me marrë dhe me pa se si mund na me shfrytëzua, dhe kjo ndoshta kishte qenë një element që me pa një rekomandim që me pas një strategji më të mirë, nacionale rreth sa i përket inteligjencës artificiale.